Gjatë këtyre prezantimeve është përdorur gjuhë skandaloze në kundërshtim me parimet themelore të një shoqërie demokratike dhe standardet ligjore të edukimit. Nxënësve, shumica në moshën 18 vjeçare u janë paraqitur pretendime të njanshme duke etiketuar ish krerët të UÇK-s Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin si kryerës të krimeve të luftës dhe krimeve tjera kundër njerëzimit. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se kjo qasje është e papranueshme dhe skandaloze. Sot, lufta jonë çlirimtare nuk po sulmohet vetëm në sallat e gjykatës speciale në Hag, por një narrative shtrembruar po tentohet të futet edhe në bankat e shkollave, duke helmuar me propagandë nxënësit e mitur. Lufta jonë po sulmohet edhe nga bankat e shkollave tona, por nuk mund të titërsohet e vërteta jo në emër të drejtësisë, selektive dhe nuk mund të dezinformohet për kujtesën kolektive në emër të edukimit. Shqetësimet e Partisë Demokratike të Kosovës janë shumë dimensionale në lidhur me këto prezantime. Së pari është shqetësim serioz indoktrinimi nxënësve të shkollave të mesme duke përfshirë edhe fëmijët në moshën 18 vjeçare. Shkollat nuk janë vend për propagandë politike. Ato duhet të jenë hapësirë arsimimi, edukimi dhe zhvillimi të të rinjve, jo platformë për indoktrinim. Së dyti, jemi shqetësuar me përpjekjen për të ndryshuar historinë dhe rishkruar të vërtetën për Kosovën. NATO dhe Perëndimi kanë intervenuar në Kosovë. Gjuha e përdorur në inqizimet e publikuara i trajton Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin si fajtor, duke shkelur kështu një nga parimet bazë të drejtësisë, prezumimin e pafajtësisë, që është një parim bazë pra dhe një drejtë themelore e çdo njeriu. Kjo shton dyshimet se i gjithë procesi në Hag ka karakter politik dhe se po paragjykohet vendimi përfundimtar për ish-krerët e UÇK-s. Partia Demokratike e Kosovës kërkon që sa më parë dhe urgjentisht të zbardhet se kush është përgjegjës për këtë propagandë, si ka ndodhur që ligjëratat e parapara të shndrohen në prezantime politike, po ashtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkojmë llogari nga Ministria e Arsimit për mënyrën se si lejohet që kushdo t'i ligjërojë nxënësve të Kosovës pa mbikëqyrje institucionale.